Gjendet një fëmijë 3 vjeç tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, policia thirrje familjarëve që ta marrin. Një mitur rreth moshës 3 vjeç është gjetur nga qytetarët në Tiranë në bulevardin Dëshmorët e Kombit pa praninë e prindit. Ai është veshur me xhinse blu dhe bluzë po ngjyrë blu me kapuç. Fëmia i mitur u dërgua në ambientet e policisë në Tiranë, teksa policia i bën thirrje familjarëve apo të afërmve të miturit të paraqiten në DVP Tiranë. Njoftimi më datë 30/4/2025 rreth orës 16 tek bulevardi Dëshmorët e Kombit është gjetur nga qytetarët i vetëm në rrugë një fëmijë i moshës rreth 3-4 vjeç, i cili është në gjendje të mirë shëndetësore. Ai mban të veshur një palë xhinse ngjyrë blu dhe një bluzë me kapuç ngjyrë blu. Aktualisht fëmia gjendet në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë. Familjarë të tij ose çdo person tjetër që ka kontakte me ta mund të telefonojë në 112 ose mund të paraqitet pranë drejtorisë vendore të policisë Tiranë, duke ju falendëruar për bashkëpunimin.